që zgjodhi të arsimohe jashtë, çdo të ri që zgjodhi rrugët e emigrimit për një të ardhme më të mirë. Sot, studentët në protest kanë vendosur të tregojnë realitetin e dhimbshëm që prek gjithë secilin prej nesh. Sot janë më shumë se thjesht student. Sot përfaqësojnë çdo të ri e të re të shkënjyer, që u detyrua të largohej nga familja, shoqëria dhe ëndrat e tyre që flisnin dhe flasin shqip. Sot, studentët janë të veshur me pelerinat e diplomimit dhe kanë një mesazh simbolik për të gjithë ju. Po mendojnë se jemi lodhur, po mendojnë se do të largohemi edhe ne. O ju të dashur qeveritar, o klasë e kalkur politike, o ju a rikujtojmë edhe një herë, ne do të qëndrojmë, ne nuk harrojmë, dhe ne nuk do të largohemi, sepse ardhmja e rinis është në Shqipëri, dhe Parini nuk ka Shqipëri. Parini nuk ka Shqipëri. Parini nuk ka Shqipëri. Faleminderit. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Drejtësia nuk është një akt, po drejtësia është një proces. Kështu që i bëjnë thirrje prokurorisë posaçme dhe gjykatave që mos ta ndalin procesin e vendosjes së drejtësisë në vend. Si proces që është, duhet të jetë një proces i plot dhe të vendosi përpara drejtësisë Edi Ramën, bashkë me të gjithë zyrtarët e tjerë që ka kryer vepra penale dhe meritojnë të jenë në burg. Rama do të bjerë, Rama duhet bjerë, ne do të arrësojmë dhe shqiptarët do të fitojnë. Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Dhe një kërkesë të fundit për Spaku. Ju lutem ta bëjnë të qartë dhe pa nënkuptime. A ka një kërkesë të dytë të protokolluar në kuvend për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut? Bëjeni të qartë këtë. Ju bëj thirrje dhe deputetëve në rast se ka një dokument të protokolluar nga prokuroria e posaçme për këtë çështje, ta bëjnë publike. Arresto Ballukun! Arresto Ballukun! Arresto Ballukun! Arresto Ballukun! Arresto Ballukun! Arresto Ballukun! Mi mbrëma, të dashur motra dhe vëllezër, do ta nis nga ky zot